Zarfi i zi dhe krevati. Kur xhelozia kthehet në kontroll, në shtëpinë e Big Brother Kosova, zarfi i zi nuk është thjesht një element loje. Ai është një katalizator. Një objekt që zbërthen tensionet e fshehura, nxjerr në pa frikërat, xhelozit dhe nevojën për kontroll. Kur zarfi i zi mbërrin, askush nuk mbetet i paprekur emocionalisht. Por atë mbrëmje, ndikimi i tij ishte veçanërisht i fortë mbi marrëdhënien e ndërlikuar mes Albës dhe Bias dhe mbi figurën qendrore që i lidhte të dyja, Limin, atmosfera para shpërthimit, që në orët e para të mbrëmjes, shtëpia ndihej ndryshe. Nuk kishte zhurmën e zakonshme, as bisedat e lehta. Çdo shikim ishte i ngarkuar. Çdo lëvizje vëzhgohej. Alba ishte nervoze, e tendosur, shpesh duke kontrolluar hapësirat përreth. Bia, nga ana tjetër, përpiqej të sillej normalisht, por ishte e qartë se po ndjente presion, limiti, pa e kërkuar, ishte bërë pika e konfliktit. Jo sepse kishte bërë diçka konkrete atë çast, por sepse prania e tij, afrimiteti i tij me Bian dhe mënyra se si komunikonte me të, po interpretoheshin nga Alba si një kërcënim. Zarfi i zi dhe ndryshimi i dinamikës. Kur zarfi i zi u lexua, loja ndryshoi. Rregullat u ashpërsuan, tensionet u rritën dhe ndjesia e konkurrencës u kthye në luftë për territor emocional. Në këtë pikë, konflikti nuk ishte më për nominime apo strategji, por për kontroll dhe posedim. Alba filloi të sillet në mënyrë gjithnjë më dominuese. Veçanërisht ndaj Bias, çdo afrimitet i Bias me Limin shihej si provokim. Çdo ulje pranë tij, çdo bisedë, çdo buzëqeshje interpretohej si marrje. Krevati si simbol pushteti. Në Big Brother, krevati nuk është thjesht vend për të fjetur. Ai është hapësirë intime, territor emocional, simbol sigurie. Dhe pikërisht aty shpërtheu konflikti. Alba nuk donte që Bia të ulej në krevat. Jo sepse krevati ishte i saj fizikisht, por sepse për të, ai përfaqësonte një vijë që nuk duhej kaluar. Kur Bia tentoi të ulej, reagimi i Albës ishte i menjëhershëm dhe agresiv. Fjalët u bën të ashpra. Tonet u ngritën. Alba e pa situatën jo si një moment të zakonshëm, por si një sfidë direkte. Në sytë e saj, Bia po i merrte Limin, jo si person me vullnet të lirë, por si diçka që duhej mbrojtur, ruajtur, kontrolluar. Përplasja për Limin, në këtë pikë, limiti u gjen në mes të një konflikti që nuk e kishte ndërtuar vetë, por që po e gëlltiste. Çdo reagim i tij interpretohej gabim. Nëse fliste me Bian, provokim. Nëse heshte, faj. Nëse largohej, shmangje. Alba e humbi kontrollin emocional. Ajo nuk po reagonte më ndaj asaj që po ndodhte realisht, por ndaj frikës së saj, frikës se po humbiste vëmendjen. Rëndësinë, pozicionin, dhuna e natës së kaluar. Një natë më parë, situata kishte kaluar një vijë të rrezikshme. Bia ishte nxjerrë nga krevati me forcë. Jo simbolikisht, fizikisht. Ishte një moment që tronditi jo vetëm Bias, por edhe shtëpinë. Shumë pan, pak folën. Heshtja e asaj nate rëndoi më shumë se britmat. Bia ndjeu poshtërim. Jo vetëm sepse u prek fizikisht, por sepse u përjashtua nga një hapësirë sikur të mos kishte të drejtë të ishte aty. Ajo nuk reagoi menjëherë. Tronditja shpesh hesht dhe sonte, përsëritja, sonte, historia rrezikonte të përsëritej. Tensioni ishte i njëjtë, ndoshta më i fortë. Alba përsëri u përpoq të kontrollonte hapësirën. Të përjashtonte Bian nga krevati, nga afërsia me Limin, nga vetë prania. Kjo nuk ishte më xhelozi e zakonshme. Ishte nevojë për dominim. Një përpjekje për të vendosur hierarki përmes presionit emocional dhe fizik. Bia, durimi që po shteron Bia, e cila për një kohë të gjatë kishte zgjedhur të mos përshkallëzonte situatën. Filloi të kuptoj se heshtja e saj po interpretohej si dobësi. Ajo nuk po përpiqej të merrte askën. Po përpiqej të ekzistonte lirshëm brenda shtëpisë. Në sytë e saj, problemi nuk ishte limiti. Problemi ishte fakti që një tjetër po përpiqej t'i diktonte ku mund të ulej, ku mund të flinte, ku mund të kishte pranë. Reagimet e banorëve të tjerë. Ludo, Labinot dhe Labi e pan situatën me shqetësim. Disa tentuan të ndërhyjnë me fjalë, të tjerë zgjodhen të tërhiqen. Por tensioni ishte i dukshëm për të gjithë. Shtëpia nuk ishte më vend loje, por arenë emocionesh të pakontrolluara. Analiza psikologjike e konfliktit. Ky konflikt nuk ka të bëjë vetëm me një burr, një krevat apo një zarf.
Ka të bëjë me frikën e humbjes, pasigurinë personale, nevojën për kontroll, mungesën e kufive emocional. Kur këto bashkohen, lind dhuna, fillimisht verbale, pastaj fizike, përfundim. Një vijë që nuk duhet kaluar. Big Brother është lojë presioni, por asnjë lojë nuk justifikon dhunën. As fizike dhe as psikologjike. Nxjerrja e dikujt nga krevati me forcë, kontrolli i hapësirës së tij dhe tentimi për ta përjashtuar janë shenja alarmi. Historia mes Albës dhe Bias, e ndezur nga zarfi i zi dhe e përshkallëzuar nga xhelozia për Limin, është një pasqyrë e qartë se si tensionet e pasgjidhura kthehen në shpërthime të rrezikshme.